Në veçanti, hapësira e madhe për punësim është për gratë, sepse janë shumë jashtë të qenit ekonomikisht aktive. Super puna për gratë nisë në vitin e ardhshëm, 6 muaj, paga minimale, kudo që punësohen ato. Pra, nëse një biznes dëshiron një gruaje që e punëson, mja dhonë veç pagën minimale, në verën e vitit arshëm, veç 500 euro, na ja bojmë 1000 euro. Për 6 muaj ja japim pagën minimale. Pse po e bëjmë këto? Sepse ju e dini në kulturën tonë që është bërë dukuri, që vajzat fillojnë me punu kur janë të 20-ët e hershme, kur janë 21, 22, 23 vjeqare, fillojnë punën, ndoshta edhe më herët, mandej në 20-ët e vëndshme martohen, lindin fëmijë, dhe kur dojnë moshën 42 a 43 vjeqare, mu këthyn tregun e punës, e kanë të pamundën, sepse e kanë shkëputjen e madhe dhe i kanë humb aftësit për tregun aktual të punës. E neve na duhet çato gra me pas mundësi mu këthyn punë kur t'ju rritën pak fëmijët. Prandaj superpuna për gratë është shumë e rëndësishme dhe qerdhe duhet të ndërtojmë sa më shumë që të ketë edukim të hershëm për fëmijët,